Procesi i regjistrimit të popullsisë ka nisur normalisht edhe në qarkun e Gjirokastrës, teksa zëra të ndryshëm prisnin një bojkot në Dropull, zona të minoritetit, edhe në këto komuna censusi ka nisur normalisht. Kristiani ortodoksi. I vetmi problem është ai evidentuar në komunën Dropull i Sipërm, ku gjithçka nisi me 3 orë vonesë për shkak të largësisë së fshatrave, duke bërë që zyra e censusit të rishikojë këtë problem. Sipas përfaqësuesit Jorgo Masho, personat e zgjedhur për anketim në këtë zonë janë të gjithë minoritar dhe nuk pritet të haset vështirësi në plotësimin e pyetësorit. Duhet theksuar këtu që anketuesit, se ka pretendime që gjoja anketuesit nuk janë vendas. Pa përjashtim në mënyrë kategorike deklaroj se në minoritet, si në Dropullin e Poshtëm dhe të Sipërm, si dhe në Rëz, janë 5 fshatrat e Rëzës, të gjithë anketuesit janë minoritar nga fshatrat e vet aty. Dhe nuk ka asnjë të huaj. Dhe të dhënat e para tregojnë se në mënyrë krejt normale, ndonjë refuzim deri tani nuk na është përcjell nga anketuesit dhe nga kontrollorët, me përjashtim të Dropullit të Sipërm, që aty filloi me vonesë për arsye se të terrenit të vështirë të fshatrave janë largësi të mëdha nga njëra tjetra dhe kontrollorët e kanë shumë vështirë që kanë bërë atë hartat, përgjithësimin e hartave të tjera. Sipas përfaqësuesve të zyrës së censusit në qarkun e Gjirokastrës, përgatitja e anketuesve dhe testet e realizuara do të mund të sigurojnë mbarvajtjen e mëtejshme të këtij procesi.